Po e shojmë diferencën në moshkemi, por është kategoria e njëjtë. Jemi tani në afër 80 kg-shit. Shojmë është lufta e parë nga dy luftra që do të zhvillohen në këtë kategori. Një high kick aty. Shojmë, siguron Rejgjaj. Shumë herët në raundin e parë, me potencial në këtë full mount, duke qenë se edhe janë për plot energji, por shojmë të scramble. Shojmë Berisha. Si ka dy kratë, do më thënë, pozita është tepër zor me bolë këtu. Dhe në fakt, me të thejtë këndi, i Rejgjajt po e vënë pas se do të shpenzon energji, nëse vazhdon Berisha me këtë mënyrë, ja dorëzohet nga njëra pjesë dhe tani urgjenca për të ngritur, por mund t'jap shpinën këtu. Me dorën e majtë shina ndër rruke me djatën godit. Me djatën godit. Gjumë, qatë, hec. Iqe dorë, shpije për pare, godit me djatën. Pa e shpije, shko, posh. Sajrale shojmë Berisha ka 20 sekonda, por sekondat e fundit. Avem sa signifikante kjo që ndoshta ka shpenzu energji më shumë se sa që është planifikuar me këto tentativat. Mujna me pata shumë dhe në dyta ka energji me përdor duse. Tepër djegi shkot dhe është pozita në stop edhe më është me forës. Dhe që është me rëndësishme, kundërshtarit tillë dhe këndi ishin vetëdijshëm dhe sigur dëshironin që ta mbanin atë pozitë që shpenzoi sa më shumë dhe tirin nga e raundi i parë. Por po, do të shojmë tani raundin e dytë sa ka qenë raundi i parë i rëndësishëm. Goditjet e vogla për që janë bërë në shtaper me thonë që t'i japin pikur me pak më shumë me kanë vetën për edhe që e kita position duhet më përru pak më forë. Së më është vesh ka pak me godit, por pak më rëndu. Mund të ketë është volum, por nuk kanë efektin. Jo, s'kanë efektin. Raundi i dytë.
Okej, Gleshanat rrushin e djathtë aty Berisha. Tani Bat tentativa 2-3 herë me low kick për t'i të rritë të përmendja Reqajt për të shuar pastaj sipër. Karakteristika që ka qëto regla me kokën për man durumurujtëve të pas. Shojmë përsëri këtë herë nuk e liso. Ka arritur Berisha të mbërthejë duart në mjekën e Reqajt, nuk duket nga Jaku arrin ta kthen situatën dhe normalisht Reqajt duke qenë në panik e jap shpinën aty. Por Reqa managerin nuk do të thotë dha një pozitë e qenë pozitë keqe, dha një qetër pozitë keqe veç sonal edhe i dojnë, do më thonë managerin mirë në atë një. Tani shojnë atë kontrol ansora, sa kontrol. Tani Reqaj në pozitë për kërkuar komandës tani Berisha që lëshon një pozitë për tjetrën, por arrin ta mbron në pozicionin. Raundi interesant sa i përket e luftës në tapet dhe ta futuar të scramble pra tek sa të dy. Në fakt futeshin në rrezik, por ishte rrezik i domosdoshëm ai për kaluar nga një situatë tek tjetra në mënyrë që dalin pastaj në fund të vështirë. Por vërtet interesant për kohë raundi i tretë se sa ka mbetur energji. Besoj që që marrë që të rundin e kohë në Goxha luftë, po. Shojmë raundi i tretë. Duhet ketë kujdes në këto mbushjet. Recibe
Arito ngritet dhe Berisha tani e bot në atë lëvizje që ndodhet siguron të kontroll shumë anësore se sa të Shpinës. Berisha kur marrin pozita pak të mira, s'punën me komandot për në pozita. Pastaj hapi fundit para se Shembull, Regja para pozita në altë dhe për hup pozita. po që kësa rrallë mund të kushtoj. Po lëvizje ka nga Berisha. Arrin siguron fitoren në Berisha i dha mundësin gjyqtari. Hylli Regjaj që mjaftuesh me dha mundësin që të kundër përgjigjej, por u struk dhe në një mënyrë rritën e pjesë e dorëzoi luftën. E çfarë do të në fund një gabim që e përmende në sa radhë i kushtoj Hylli Regjaj. Fitoren konulara Köyleri Koçça, Hülli